Ndërtimi një ure në Kumanov me ndihmën e të rinjëve të lëvizjes Besa kanë gjallur shpresa tek banorët e fshatit Llok, të cilët prej vitesh përballen me një problem të ngjajshëm. Ata nuk kanë urë të mirëfillt, por kanë vetëm një urë lëvizëse në për të cilën kalojnë. Banorët e këtij fshati thonë se as BDI, as PDSH nuk janë interesuar për ta. Ndërkaq, tashmë ata kanë marrë një vendim që të mos paguajnë tatime pasi shteti nuk kujdeset për ta. Besa vetëm lehet në jape neve. Ne do t'i pranojmë kretë punët e Besës, që i premtojnë. Jo të ne ndërton ura e rrugë asi. Ne vetë i ndërtojnë. Pse jo? Pse jo? Edhe ne do jemi të gatshëm gjithë qka për Besën. Jo vetëm une. Po kretë fshati Llok, Kryshopek, se ne jemi një fshat, mirë po në dy pjesë Llok, Belbonar. Si për Boris Trajkovskin kur e ndreqë asfalt. Ne do të përmbajmë kështu me gjithë kushtet një parti, jo Besën, po e cilët do qoftë, jo këto që u harxhun edhe na traftun kështu, edhe me xhak na traftun, pi këto nuk lypim ne asnjë gotë ujë. Ndërkaq, lëvizja Besa është e gatshme që t'i ndihmojë brenda mundësive të veta banorët e këtij fshati të lënë në harresë nga pushtetarët. Dhe këtë problem çdo herë pushtetarët e tanishëm BDI-s premtojnë se do e realizojnë, gati se 12 vite ju thonë se do ta realizojmë brenda një muaji, 2 muaji, sidomos edhe kur afrohen zgjedhjet, mirë po deri tash nuk e kanë zgjedhur. Me atë peticionin që u shtru nëpër media, deri më tani siç deklarova edhe më herët, nuk ka arrit ndonjë edhe zyrtarisht televizia Besa, mirë po nëse arrin një gjë e tillë, sigurisht se ne do ta shqyrtojmë dhe do të japim maksimumin që të shohim çka mund ndihmojnë. Fshati Llok bën pjesë në komunën e Sarajit. Banorët ka 30 vjet që kalojnë në këmbë një ulë lëvizëse që lidh fshatin e tyre me qytetin ku dhe gjenden shkollat dhe spitalet ku mësojnë fëmijët e tyre. Ata duhet të kalojnë 15 kilometra në vend të 2 kilometrave për të kryer obligimet e tyre, pasi nga ura aktuale nuk mund të kalohet me automjete.